Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Obiliq është institucioni parësor shëndetësor që ofron kujdes cilësor dhe të qasshëm për të gjithë qytetarët e komunës së Obiliqit. Me një staf profesional dhe të përkushtuar, Qendra kryesore e mjekësisë familjare ofron shërbime të shumta mjekësore në përputhje me standardet bashkëkohore të kujdesit shëndetësor. Qendra kryesore e mjekësisë familjare ofron gjitha shërbimet të cilat janë përpara me ligj, bazë të udhëzimit administrativ, duke zbatuar edhe ligjin për shëndetësi. Bashkë kryesor kemi mjekësinë familjare, kemi shërbimin e emergjencës, shërbimin e kujdesit shtëpiak paliativ, shëndetin oral, stomatologjin, kemi vaksinimi, kemi edhe shërbimet konsultative si që janë shërbimi i pediatrisë dhe ginekologjisë. Pashtu në rëndësishme në këtë rast kemi edhe shërbimin e diagnostikës, që është laboratori, që posedojmë 2 laboratore, me gjitha analizat biokimike dhe hematologjike të cilat kryhen. Pashtu kemi edhe shërbimin e rentgenit, në të cilin kryhen shërbimet diagnostike, dërsa këto ditë pritet dhe instalimi i mamografit që do të ndihmojë shumë shërbimin tonë. Pashtu kemi shërbimin e ginekologjisë, ku përpas vizitave ginekologjike ultrazerit, kemi edhe shërbime tjera për paptesin edhe topografin, që është një shërbim i kompletuar. Qendra aktualisht përmban 105 punëtorë, duke përfshirë gjithë personelin, qoftë shëndetësor, qoftë personelin teknik. Komparativ vite kemi hapur shërbimin e ri, që është shërbimi i kujdesit shtëpiak paliativ, meqenëse se jetojmë në një zonë e cila është e ndotër dhe kemi smundje të shumta respiratore kronike, si edhe smundjet me kancer, të cilat dominojnë në komunën e Obiliqit. Zakonisht gjithë janë domosdoshme, mirë po bashkë kryesor është mjekësia familjare. Shërbimi i mjekësisë familjare, ku kemi 11 specialistë të mjekësisë familjare, shërbimet të cilat i ofrojnë si në qendër ashtu edhe në qendrën kryesore në qendrën e mjekësisë familjare në Llashëv, si edhe në ambulanta të tjera të cilat i kemi në teren, që janë gjithsej 5. Misioni i tyre është të ofrojnë shërbim shëndetësor të barabartë gjithëpërfshirës dhe në qendër të pacientit. QKMF në Obiliq është i pajisur me infrastrukturë moderne dhe punon vazhdimisht në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për të përmbushur nevojat e komunitetit. Stafi mjekësor nuk ka ndryshuar sa për këtë numrit resurseve humane, mirë po aspekte tjera të cilat kanë ndodhur në QKMF, sidomos kemi krijimin e shërbimit të urgjencës 24 orë, kemi shërbimin e kujdesit paliativ, e cila është 13 orë gjatë ditës, kemi shërbime diagnostike të cilat janë avancu, dykun kemi rreth 50 parametra laboratorik të cilat i kryjmë, pashtu kemi edhe shërbimin tjetër diagnostik laboratorin emergjent 24 orë, dhe avancime tjera, sidomos në diagnostik, duke marrë parasysh edhe për krahun tjetër logjistike, teknike, veturave, autoambulancave, shërbimin për vizita në shtëpi për nana dhe fëmijët të cilën e kemi realizohet për çdo ditë bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe UNICEF-in. Sezona e cila ka fluksin më të madh pacientave dykon është nga muaji nëntor deri në muajin e prill, meqenëse se në atë kohë dominojnë viruset, dominojnë ndryshimet klimatike, mirë po në Obiliq është karakteristikë se për shkak të ndotjes nga termocentralet, pashtu dhe për shkak të ndezjes ose ngrohjes me lanë djegë të ngorta, atëherë ndotja është më e madhe dhe kemi shumë vizita të cilat kërkohen. Vlen me theksu se vetëm nga shërbimi i pediatrisë që kemi dikon 12 vizita, më shumë se 50% tyne vinë si pasojë smundjeve respiratore që reflektohen nga ndotja e ambientit. Çështja është shumë komplekse, mirë po shumë është e thjeshtë. Në rand parë duhet termocentralet që të zbatojnë procedura standarde të cilat i ka vendosur Bashkia Ndërkombëtare, Bashkimi Evropian. Në rand parë duhet të jenë filtrat funksionale dhe filtrat të avancuar, të cilat fatkeqësisht tash nuk janë. Kam fjalën për Kosovën B, e cila është ndodhur si më e madhe në Evropë. Zakonisht atakon organet frymëmarrëse. Frymëzania, kollitjet, gjitha të cilat më vonë kalojnë në smundje kronike, mirë po ambienti i tillë reflekton mosha qysh
tek gratë shtatzana, tek fëmijët e vegjël, fëmijët parashkollor, tek mosha e mesme, dhe manifestimi i theksuar është edhe në moshën më të shtyrë. Po kem rastet shumëta, dykon se përket numrit shtretërve se këtyre numra që banorët e komunës të Biliqit marrin trajtim ose qëndrim në spital, dykon hyn rreth në mesin e 5 komunave të para. Shumë ka përgjegjësi, ka aspekte të obligimit, përgjegjësisë, janë çështje tjera ndihmëse, se përket ambientit, hapësirës, se përket diagnostikës, se përket resurseve humane, po përpiqemi në mënyrë të vazhdueshme të kësaj që t'i dalim. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Obiliq mbetet shtylla kryesore e kujdesit shëndetësor për komunitetin, duke ofruar